Prokuroria e Sarandës ka dërguar për gjykim kryeinspektorin e Inspektoriatit Vendor të Mbrojtjes së Territorit, 3 inspektor dhe 1 person tjetër për një ndërtim të palishëm në Ksamil, në vendin e quajtur Kanali Vivarit, e cila është dhe zonë e mbrojtur dhe ka statusin monument natyre. Personi që ka ndërtuar pa leje është Resul Piro dhe mbi të rëndojnë akuzat ndërtimi i palishëm, pushtimi i tokës, shpërdorimi i tokës dhe dëmtimi i habitateve në zonat e mbrojtura mjedisore. Ndërsa kryeinspektori Musa, inspektorët Xhavara, Zekaj dhe Koçi akuzohen për veprën penale të shpërdorimit të detyrës. Kanali Vivarit bën pjesë në Parkun Kombëtar Butrin dhe ka statusin monument natyre sipas vendimit numër 303, data 10/5/2019 për miratimin e listës së rishikuar të monumenteve të natyrës shqiptare. Nga ana e punonjësve të Inspektoriatit Vendor të Mbrojtjes së Territorit të Bashkisë nuk është mbajtur procedura ligjore në lidhje me konstatimin e plotë të punimeve dhe marrjen e masës administrative dënim me gjobë.